Për 6% janë rritur çmimet në Kosovë në muajin qershor krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar. Sipas Agjencisë së Statistikave të Kosovës, çmimet u ngritën në shumë kategori duke nisur nga transporti deri tek sporti dhe kultura. Kësaj transporti pësoi rritje prej 13.7% e më pas edhe ushqimet e pijet alkoolike që u rritën për 3.9%. Rritja është ndikuar nga grupet kryesore të Kojkopit, transporti 13.7%, strehim, ujë, energji elektrike, gaz dhe lëndë të tjera djegëse 11.1%, pije alkoolike, duhan dhe narkotik 5.1%, restorante dhe shërbime akomodimi 4.5%, shëndetësia 4.1%, ushqimi dhe pije jo alkoolike 3.9%. Sipas raportit, rënja e çmimeve është regjistruar në grupin e shërbimeve arsimore. Ndërkohë, sipas ASK-s është regjistruar ulje inflacionit prej 0.01% krahas muajit maj, por me rritjen e vazhdueshme të çmimeve të pakënaqur e të shqetësuar janë qytetarët. Unë e kuptoj, këta dolin, rrinë, punojnë, veç pashatëve të kështu nuk ka mirë. Nuk ka mirë, duhet me potën këtu, shteti me morë në dorë këto, të rek, apo e pagun këtu, në gjymërykin këtu, kur pojnë pa, aty me janë dhonë çmimet ka sa për i marin, e qysh, edhe në bas çmimet të rrita, normal që dohet me fitu 20 cent, 30, ama me fitu 70 cent. Megjit Krasniqi tha se krahas ngritjes së çmimeve standardi s'ka ndryshuar. Ngritja e çmimeve mos zbrit 6% ani nuk mjaftojnë, jo mu ngrit 6%. Është rëndim i popullatës ngritja e çmimeve. Prapë po thëmë, 6% me konë zbritja atyne nuk mjaftën. Ndryshe nga ta mendon Vebek Llokoqi. Po të besoj për këtë prej meje, po më duket lirë janë halo, çmimet. Pse gjdoj 10 a punon dikush ajo, ose gjdoj 30. Kërkush punon kreti duhen hasdër me fu. Rritje madhe e çmimeve u shënua dhe në ndërtimtari ku banesat u shtrenjtuan për 15.2%.